Po e kaloj me njerë lidhjen tek gazetarja Lindita Dedinca, kolegja ime, e cila do zhvillon një intervistë për sa i takon kësaj çështje, por nga një person që ka punuar dikur në gazetën Bota Sot, në fakt, dhe kur e përmenda idenë e akuzave të njerëz dhe tjetrës palë, madje edhe tek Bota Sot ka patur shkrimet ashpra për sa i takon kësaj çështje, vrasjeve të pas luftës. Bajrosh Morina do e komentoj këtë çështje, këtë kërkesë të presidentit Kosovës Hashim Thaçi në këtë intervistë me gazetarin Lindita Dedinca. Unë pa humbur kohë e kaloj për pak çaste lidhen tek Linda për të na sjellë detajet. Po faleminderit Kushtrim, unë gjendem këtu me publicistin Bajrosh Morina, me cilin do të diskutojmë lidhur me letrat, të cilat i prezantoj, i publikoj presidenti i vendit Hashim Thaçi në një konferencë për media para pak çasteve, më falni. Zoti Morina, fillimisht faleminderit që jeni me ne, që ndat kohën për të qenë me ne. Më tregoni cili është komenti juaj pas asaj që keni përcjell sigurisht konferencën e presidentit Hashim Thaçi dhe sigurisht edhe letrën që flet për kërkesën e tij, do të që të hetohen vrasjet e pas luftës, ndërto edhe tentim atentati ndaj ish-presidentit Ibrahim Rugova. Po, 4 letrat e presidentit Thaçi në fakt janë 4 letra të vënuara politike dhe 4 letra që përbëjnë një ndërhyrje juridike në sistemin e drejtësisë si në vend ashtu edhe në atë sistemin e drejtësisë ndërkombëtare. Mendoj se janë letra të vënuara politike për faktin se presidenti Thaçi ka qenë pjesë e skenës politike dhe institucionale tash e 17 vjet dhe në gjithë periudhën kur mendohet se janë kryer këto krime gjatë luftës dhe pas luftës, ai ka qenë pjesë politike dhe institucionale dhe asnjëherë nuk e ka ngritë zërin. Pra tash kur është president, ka më së paku të drejtë juridike që të merret dhe të ndërhyjë në sistemin e drejtësisë, në ndërkohë që ai ka qenë, t'ju kujtoj, kryeministri i vendit në kohën kur është vjedh dhoma e dëshmive, të cilat është bërë vjedhja më spektakolare e dëshmive të krimeve të luftës dhe në këtë kohë ai nuk ka ndërmarrë asnjë veprim, madje as nuk e ka shkërkuar ministrin Bajram Rexhepi dhe as me sa kam informacion edhe politët të cilët kanë qenë në detyrë në kohën kur janë bërë këto vjedhje, ata edhe sot kësaj dite ushtrojnë dhe janë pjesëtar të policisë Kosovës. Dhe e gjitha kjo po bëhet momentalisht sa për ta mbyllur këtë rast? Është një përpjekje e vonuar edhe juridike për faktin se në rastin konkret të kërkesës për zbardhjen e atentatit ndaj presidentit Rugova, më duhet të them se ky rast nuk është hetuar deri më tash nga institucionet vendore, është hetuar deri diku nga policia Uleksit, fillimisht edhe Unmikut, por që ka rezultuar me faktin se autori i kësaj vrasje tashmë është i vrarë dhe de jure dhe de facto çdo hetim në këtë rast përbën mbyllje të kësaj dosje. Prandaj kjo kërkesë zoti Thaçi është më pse po e bën pra presidenti Thaçi? Nuk e di pse, ai nuk e thash në konferencë për shtyp, veç e lexoj dhe iku. Por kjo përpjekje më tepër në fakt ky tentim ose kjo kërkesë e tij për zbardhjen e atentatit ndaj presidentit Rugova përbën më tepër një përpjekje për me mbyll këtë rast, sepse po e them autori i cili dyshohet se ka marrë pjesë në këtë atentat, tash në një vit e gjysmë është i vrarë. Pra çdo hetim në këtë drejtim, nënkupton edhe mbyllje të kësaj lande. Ndërkaq përpjekja për ndërhyrje në drejtësinë ndërkombëtare është fakti se me krimet e luftës dhe një kohë të pas luftës tashmë dihet se do të merret gjykata speciale. Nuk kanë çka ndërhyjnë këtu prokuroria vendore, aq më tepër kur po ky kryeprokuror, pra zoti Lumezi, ka qenë kryeprokurori i gjykatës Qarkut, nënkohë që ka nisë të zbardhë një hetim, siç është vrasja e Xhemal Mustafas dhe atentati ndaj Fetah Rudit, dhe po ky prokuror më ka thënë mua vetë në një intervistë se arma me të cilën dyshohet se është vrarë Xhemal Mustafa është plagos edhe Fetah Rudi. Ai ka nisë këto hetime dhe në këto hetime pastaj ka ndërhyrë Uleksit dhe ja ka marrë këtë land. Tash nuk e kuptoj këtë kërkesë as të zotit Thaçi, që të njëjtit person, të njëjti prokuror, që është marrë me hetimin e rasteve, drejtësisë ndërkombëtare, me zbardhjen e këtyre rasteve, edhe një herë të kërkoj të rihap një lëndë të cilën ai e ka lënë gjysmë. E dyta,
A do thotë se, si që përmend në këtë rastin e kryeprokurorit të shtetit zoti Lumezi, prapë edhe ky rast do të mbyllet kështu njëjtë sikur ai më pashme që thoni që e ka lënë në gjysmë? Rastet e tilla fakti që nuk janë mbyll ose drejtësia nuk ka shkuar në vend, të gjitha vrasjet e gjatë luftës dhe të pas luftës, sidomos vrasjet me motive politike, janë plagë të cilat edhe me tutje rëndojnë dhe janë plagë të cilat u dasht të mbyllen ose mundësisht të shërohen gjatë këtyre 17 viteve, prej se edhe zoti Thaçi, edhe zoti Lumezi janë pjesë e institucioneve të Kosovës, secili në funksionin e vet. Pra, zoti Thaçi ka qenë 2 mandate kryeminist i vendit. Dhe në kohën kur ka qenë drejtues i qeverisë vendit, asnjë hap nuk e ka bërë, asnjë kërkesë nuk e ka bërë që të hetohen qoftë edhe një rast i vrasjes së dyshimt. Të gjitha vrasjet politike të pas luftës kanë mbetur të pasbardha përveç 2-ve. Rasti i vrasjes së Uk Bytyqit dhe rasti i vrasjes së 4 ushtarëve të brigadës Mërgimi. Zoti Morina, ju keni qenë edhe kryeredaktor në të përditshmën Bota Sot dhe para disa kohësh keni shkruar, keni pasur shkrime një numër të madh të shkrimeve ku keni drejtuar gishtin nga krau i luftës dhe nga PDK-ja për tentim atentatin ndaj ish-presidentit Rugova. Po ne gjatë punës time edhe si gazetar në përgjithësi, po edhe si drejtues i gazetës Bota Sot, edhe tash në Bota Press, gjithmonë dyshoj se pas bardhjen e gjitha krimeve të luftës, edhe të pas luftës sidomos, e pas bardhjen e gjitha vrasjeve me motive politike, ky vend nuk mund të flitet, në këtë vend nuk mund të flitet për drejtësi. Drejtësia duhet ta çojë fjalën në vend për shumë arsye e mbi gjitha, pikërisht për shkak të dyshimeve të pretendimeve që kemi pas na se një pjesë dhe jo krau i luftës, duhet ta sqarojmë një gjë, nuk janë krau i luftës vetëm PDK-ja, por një pjesë e zyrtarëve, sidomos ata që kanë qenë pjesë e shërbimit të Shikut, dyshohet se ose kanë marrë pjesë ose kanë dhënë urdhra për kryen e këtyre vrasjeve, ose bie përgjegjësia mbi Shikun pse nuk e kanë marrë, nëse vërtet vetës e kanë thonë organizatë që merret me hetimin e këtyre vrasjeve, pse nuk kanë bërë një hetim të tillë të zbardhjes qoftë edhe të një vrasje me motive politike. Mos ta kemi parasysh një fakt. Dyshimet tona kanë qenë të lidhura kryesisht me faktin se mbi 90% të këtyre vrasjeve kanë qenë zyrtarë të Lidhjes Demokratike. Pra, këta kanë qenë viktima, në ndërkohë që Partia Demokratike e as ish lideri i saj Hashim Thaçi, asnjëherë nuk e kanë dënuar SPAK-u publikisht ose nuk kanë kërkuar edhe si lider politik, edhe si lider social që të zbardhen këto vrasje, ose SPAK-u nuk kemi një rast vetëm që këto vrasje të jenë zbardhur, përveç rastit të Uk Bytyqit, kur dihet... Nuk kemi shumë kohë, vetëm edhe një pyetje... Bajrosh Morinën, por edhe Linda Dedincën,